Sa ditë duhet të punosh për të bler një iPhone 17 Pro? I njëjti telefon, por jo e njëjta sakrificë. Në disa vende të botës, një iPhone 17 Pro blihet me pagën e pak ditëve pune. Në vende të tjera, duhet pothuajse gjysmë viti. Në Indi, një punonjës mesatar duhet të punojë rreth 160 ditë për ta përballuar këtë telefon. Në Filipine, 101 ditë. Në Brazil, 77 ditë. Në Tajland, 61 ditë. Kontrasti bëhet edhe më i fortë kur kalojmë në euro. Në Poloni duhen 17 ditë pune. Në Singapur vetëm 8 ditë. Në Angli 7 ditë. Në Francë 6 ditë. Në Kanada 5 ditë. Dhe në Zvicër vetëm 3 ditë pune. I njëjti produkt, i njëjti çmim global, por një realitet krejt tjetër ekonomik. Kjo diferencë tregon jo thjesht fuqinë blerëse, por hendekun mes pagave, standardit të jetesës dhe kostos së teknologjisë në vende të ndryshme të botës. Një telefon që për dikë është një luks i arritshëm brenda javës, për dikë tjetër është një investim i 6 muajve punë. Dhe pyetja mbetet, teknologjia po bëhet më e aksesueshme, apo pabarazia po bëhet më e dukshme?